Zhem që e ka pasë fazat caktu me kore. A i vazhdon me qenë i pandryshueshëm në konceptin e kombit për cilën jina frymzu, jina ushqy me oksigen, me bindje, me ideologji, dhe nëse e ka përdor, e ka laku edhe emrin, unë jam kundër kësaj që mu laku emrat përveç. Por Hoxha është pris fetar, është udhëheq fetar. Tani krejt lexojnë. Nuk ka nevojë me na lexu neve kërkosh as Koranin as Biblën, mundemi me komentu për ajete, për hadithe, edhe për mendimtar, caktum, aty kush ka lexu më shumë mandej jep interpretim edhe komentim. Fjala e Zotit nuk komentohet. Edhe është mirë te musliman që nuk ka ndërmjetësues me Zotin. Nuk ka ndërmjetësues. Domethënë te lexon e kupton ç'është, ai thot mendimin tim, unë ç'është besoj i më shkoj. Hoxha me pajtu, po. Qëre, Zoti falë mëkate, Hoxha e den, për i thamë edhe për i këtujt. Hoxha, Zoti falë mëkate, nuk falë budallaki. Po, mos me qenë aj i gjithë më shërshmi që i lutën. Që të më thonë ti pëdhu mja falë. Po, ndëgjo, ti do shë më bësh shemull, prisi vetarë bësh shemull, nëse është Zoti i gjithë më shërshmi. Pa e ka qëllur në sëriti për këtu që ka thonë kërëtor? Ndëgjo, pjesëmarrja në luftrat e huaja të shqiptarëve të Kosovës. Është e dhëmshme, unë e kam luftu, unë e më kam kryetari Gjilanit, e kam luftu me çdo mjet. Edhe me çdo mundësi. Edhe në vijën e parë luftës politike i kam pas imant e Gjilanit. Po se ti edhe veti i haxhi. Po, besimtar, më thash në Zot, vëlla, nuk mundesh me hud. Sa në fundit jam Copi Karadakut. Tash kur i thot Copi Karadakut e din ata çka po thonë unë krejt. Po në besimin tim se ndroj se në këtë qërë këta që konvertohen politike dhe konvertohen fe, para Zotit së më konvertohesh. Dhe unë që të vetë thamë, Zotit falë... Për në kohë konvertua ju? Jo, kurre, që Rukova ka respektu. Fe muslimon, ha? I ka respektu, normal. Për levizën e deçonit? Kur ato të lindën, Për levizën e deçonit, që ka me dënë, kretor? Gjo, tani aja është levizje që ka lën emën edhe i ka dhonë mision vetit, është qështë e tyre. Pa me ndonë të që kanë bo mira? Qka bojmë na me levizjet tila? Kur e thrasë me njerëz më konvertu, në qka më konvertu? Në komb, kjo është pasoj që na kombin edhe çështjet e kombit i kemi fitu si të drejt vonë, edhe na të i gëzu pak si vonë. Për ne na bopre, na e komb të i pranum. A s'ka nevoj më konvertu? Po para mbretëri Serbe Kroatë Slovene na e konë të pranum, vëlla Shqipnia. Për një funit tash. Ata ka një varë historie të vete thirën ma heret. A kine mesaj për ta, kretor? Jo, ma vëlla. është e pak kumtim, ti mi thonë sot imamit, qoftë aj imam i respektum, si Shevqet Krasniqi, qoftë aj imam tjetër që përpa, institucionin, le themi, Basin Islame është njëri kryesor i besimit në Kosovë, ose i peshkvit Kosovës, ose peshkopit, ose babalarve në tarikate, ose kishës protestante, do është ta me përmenë se është ka zhvillohet në Kosovë. Pse na duhet ati na me komentu feja? Feja ata kanë pikpamje pozicion dogmat në atë punë, vëlla. Sa e nuk e ndryshon fjallën e Zotit. Na tash mundomi me shti ata me ndryshu fjallën e Zotit. Po adaj nuk ka drejt me kërku për me ndryshu diçka, në cilën unë e quj komb, jo dini që feja nuk e pranën kombin. Nuk e pranën feja kombin. Asë një feja nuk e pranën kombin. Pranën besimtarin. Edhe lidhen e bon me besim. Kanë strukturë kanunore, organizim kanunor, kisha katolike e këtë vetën, kisha ortodoxe e këtë vetën, Basia Islame e këtë vetën, e pse ti po ma përzin mu tash kombin edhe religionin. është pjesë përbërse, unë jam shqiptar, nuk jena na ortodox ku lidhet feja me shtetin, edhe të krishterët. Kombi nuk lidhet me shtetin, no? Po nuk lidhet se na jena na shqiptar.